Koordinatori i grupit parlamentar i Vlenit Bekim Çoku në konferencë për media tha se ky koalicion në ditët në vijim do t'i ketë 10 deputet, ndërsa shpresojnë se në të ardhmen do t'i kenë 11, 12 apo edhe 14 deputet. Sot jemi këtu për të prezantuar grupin parlamentar Vlen, që për shkak të zhvillimeve tashmë të njohura për opinionin, kërkonte një rikonfirmim dhe sqarim se si do të vazhdoj tutje ky grup parlamentar. Jam këtu që t'ju informoj edhe zyrtarisht se deri sot grupi parlamentar Vlen i numëron 9 deputet, ndërsa në ditët në vijim besoj se do na shtohet edhe deputeti i 10 dhe më pas i 11, pse jo edhe i 14, dhe kështu praktikisht jemi pra me 10 deputet grupi më i madh parlamentar shqiptar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Deputetët pjesëmarrës në këtë grup janë Afrim Gashi, që një herësh është edhe kryetar i Kuvendit, Bekim Çoku, koordinator i grupit, dhe deputetët Adnan Azizi, Merita Koçi Koxhaxhiku, Imëlie Saliu Fetaj, Saranda Imeri Stafaj, Bekim Sali, Kaltrina Beqiri dhe Feride Haxhiu. Ne e kemi njoftuar kryetarin e Kuvendit për antarët e këtij grupi dhe kemi kërkuar që ky rikonfigurim i grupit parlamentar të reflektohet edhe në trupat punues përkatës të Kuvendit, dhe kështu presim që në ditët në vijim ta përmbushim edhe këtë detyrim. Po e shfrytëzoj këtë rast t'ju drejtohem atyre 107.000 votuesve që dhanë votën e tyre për koalicionin Vlen, se ne deputetët këtu vazhdojmë të mbetemi besnik marrëveshjes që e kemi bërë me ta në 8 maj 2024 dhe se jemi konsistent e të palëkundur ndaj përcaktimeve programore dhe premtimeve elektorare me të cilat jemi mandatuar për qenë përfaqësuesit e tyre dhe të popullit. Andaj u bëjmë thirrjen më të sinqertë dhe më të përzemërt edhe deputetëve tjerë shqiptar, sidomos kolegëve që janë mandatuar nën koalicionin Vlen, që në këto kohra vendimtare për vendin t'i bashkohen këtij grupi për ta çuar deri në fund amanetin e atyre qytetarëve që u dhanë besimin dhe shpresën e tyre për sloganin ndryshimi vlen. Zëri i tyre nuk vlen kërkund më shumë se sa këtu mes nesh në mesin tonë.